Mirë, po çështja këtu se nuk po marrin pjesë. Shumica e deputetëve, pra se nëse kalohen 2 randet e para në vetëvendosja s'ka nevojë për të tjerët. Po, këtu është çështja që edhe më po riktheksoj. Ashtu ka konstatuar pra sipas vitit 2016, po këtu është çështja që në raste, po them edhe një herë, e shohin atë rrezik, pra deputetët e opozitës këtë rast. Pra që ata normal që as quorumin pra nuk e bojnë. Edhe është e panatyrshme dhe pa lehtëshme ti thuhet për shembull se ka kompetencë pra. Është e panatyrshme dhe e pa lehtëshme mi thoni një përmendim temin që mi tentu me insistu që deputetët me qëndruat sepse këtë kompetencë pra e ka të garantuar. Unë edhe njerë po them që edhe prezencën e deputetëve ka sqaruar pra gjykata konstitucionale. E ka sqaruar. Nëse i besojnë pra, duhet ja t'i besojnë të rëndësishme. Kemi po që ka pas atë tendenca pra që për me ka pas përpjekje që munda për me qëndru deputetët në më obliguje, po me qëndru pra për shkak. Mirë, po unë besoj që ajo përpjekje ka qenë që pra për shkak të interesit përgjithshëm, pra të konstruimit të organeve shtetërore, të cilat në këtë kohë pajtona plotësisht me profesorin Kadri, që duke pas parasysh të rrethonat që po ndodhin, gjithandaj edhe sigurisht që do të kenë pasoja edhe në vendin tonë, pra është mirë që të jetë Kosova në çdo aspekt në gatishmëri, pra për çfarë do që mund të ndodhë si rezultati këtyre krizave globale. Zona Shabani, në fund sa i përket prezencës së deputetëve në mundësi të zgjedhur. Po, vendimi e ka bërë qartë, asnjë deputet nuk mundet me qëndru në sallë dhe është vullnet i tyre, me u detyru me qëndru në sallë, është vullnet i tyre. Unë se shoh problemin të interpretimin kësaj, sepse kjo rrjedhimisht vjen në zbatim në rast se kemi marrëveshje në mes subjekteve politike, që në këtë rast nuk kemi. Unë mendoj përkundër Nasufit që bara e përgjegjësisë më shumë t'i vihet subjektit më të madh politik, i cili duhet të kërkojë konsensus ose të ftoj në bashkëpunim partitë opozitare, të cilat duhet ta zgjedhin presidentin nëse dojnë me dalë nga kjo situatë, por rolin kryesor edhe përgjegjësinë kryesore që do ta bërt është vetëvendosja pas këtij akti që do të ndodhë me thonë që ti ke fitu votat partitë përse ti ki përgjithësi. Sepse është e pashmangshme që pas 34 ditëve vendi do të shkojë zgjedhje, tu pas parasysh sjelljen e drejtarit tashme të vetëvendosjes. Nëse e kanë këtë çazi, atëherë unë ju sugjeroj që zgjedhjet e ardhshme kur do të bëhen mos më marr, se s'po marrin përgjegjësinë. Nuk mundesh mos me llogarit subjektet opozitare sepse megjithatë e kanë një përqindje të votuesve të cilët janë pjesë e këtij vendi.